Po. Vendosët dhe kanalizimi tash apo vetëm rritmi? Po pra, bëhet fjalë për projekte të ndryshme me financime të ndryshme. Shumë shpejt do të nisë edhe rjeti i kanalizimit edhe fekal edhe atmosferik për domethënë VIP-in kryesor që shkon nga Universiteti i Tetovës që do të kaloj përmes fabrikës së Teteksit dhe do dalte rjeti kryesor që është pranë domethënë hekurudhës së qytetit. Me këtë përfundimisht do zgjidhet edhe i ujrave atmosferike që janë rreqis të vogël, por edhe kanalizimi fekal i kësaj lagje edhe i domethënë pjesës së Teteksit ku ka veçmë ndërtime si për ndërtime të reja. Jo, mendoj se shumë shpejt jemi në përmbylje të marrëveshjes me TT që në këshill kaloi donacion. Ai projekt do të realizohet një pjesë si donacion, një pjesë me financim të komunës. Si të përfundojnë këto procedura administrative, unë besoj që tash mos jap afate, po unë besoj që brenda muajit mund të fillojnë edhe aty punime. Megjithatë, pse nuk kemi ende diçka konkrete për ligjin për fajsim drejt, a pritet që ky proces dëmtohet me daljen e aran për shqiptarët në opozit, edhe cili është roli i profesoreshës Tanja Karakamisheva në këtë grup të punë? E para, normal që kur kemi të bëjmë me ligje, me akte ligjore, cili subjekt është angazhon, domethënë ekspertët e vet, domethënë nëse to vlen profesor eminent nga universitetet tona, Universiteti i Tetovës, i Shtulit, i Nën Terezës, ata kanë profesorët e tyre, nuk dëmtohet, mendoj që në përfundim është dhe së shpejti do kemi preskonferencë. Значи, за кратко, ќе го објавиме, значи, конечното решение на Законот за правична застапеност, а во однос на имињата кои што работат како експерти, секој политички субјект и владата ангажира повеќе имиња, секој се одлучува за кого ќе ангажира. Ние може да кажеме, значи, нашите експерти се од трите универзитети, Тетовскиот, Штуловиот и Мајка Тереза. Qofse VMRO-ja e merr Ministrinë e Shëndetësisë, do merret në një ministri në kompenzim apo çfarë do? Mund të sqaroj një pjesë unë nxorra si tem. Për të sqaruar nuk ka bisedime për këmbim të ministrive. Unë dhash një deklaratë që një ndër shkaqet pse kemi marrë Ministrinë e Shëndetësisë ka qenë që drejt përse drejti domethënë Arben Taravari ka kërkuar që të jetë ministri i Shëndetësisë dhe sigurisht kur bën kombinaturikat për pozicionet përgjithësi që duhet të ndahen, bëhet edhe në bazë të kuadrave, kapaciteteve që i kemi. Unë thash si një mundësi që nëse do ketë nga vlen ndonjë kombinatorik tjetër për ndonjë kuadër tjetër që është më i rëndësishëm, do ta bisedojmë me qeverinë që të ketë rokat. Por për momentin pra nuk është fol. Mbetet Ministria e Shëndetësisë tek vleni, do thonë pozicionet që i ka pas të gjithë mbeten tek vleni, por sigurisht që në bazë të rrethanave të reja me daljen e Arben Taravarit jemi të gatshëm të bisedojmë për kombinatorikat e reja. Po për momentin nuk ka kështu bisedim. Kombinator Taravari akuzoi ta për daljen e tij se që është shumë i pakënaqur nga ajo si punon vend qeveri për arritjet edhe kështu me radhë. Do të pas një vit nisje bashkëqeverisë. Si e komenton? Qeveria është stabile, qeveria punon për problemet e zgjidhjen e problemeve të qytetarëve, ne me brengosemi, domethënë që qytetarët ta kenë më mirë, ata të tjerat brengosën dhe t'ja lehtësojnë Akmetit. Mirë po secili do përgjigjet para strukturave të veta dhe në zgjedhjet që vijnë pra lokale. Pra për ne prioritet mbi prioritete është qytetari dhe votuesi janë. Pa doje ka nekoj se grishi kako da molestin Akmetin, njes kažuvame дека и потврдуваме дека владата е стабилна и за нас приоритет над приоритетите се граѓаните, гласачите и ние се трудиме како денес, значи секојдневно да бидеме близко до нив и да решиме нивни проблеми, додека другите мислат како да олеснат на Акмети. Да изјава Касами. Значи за промени јас реков во друга прилика,
дека комбинациите кои се прават во однос на поделба на одговорностите за водење на владата се прават и нели со договор, политички договор, но и согласно капацитетите, кадрите кои ги имаат одредени партии кои се дел од владината коалиција. Министерството за здравство беше побарано од нас и поради тоа што нели член на досегашната коалиција беше Арбен Таравари, тој го побара тоа како ресор. Сега со неговото заминување, ние како ВЛЕН сме спремни да разговараме и за такви комбинации, но нема преговори во делот на владата за рокади и во моментот, се додека нема нова ситуација, сите позиции кои беа досега остануваат во ВЛЕН. За секаква нова комбинација ќе бидете информирани согласно нели тоа што ќе биде како ситуација, како има. Të bëdej gjë kërkoi zgjedhjet e parakoshme. Dhe me 9 deputet sa kemi tani, a kanë lidhjen të shqiptarë se nëse dy janë në opozitë. Kur gjë e re, domethënë nëse kujtohet, fillim antarësinë e mbanin pra me gënjeshtrat që do kthehen për 1 muaj, për 2 muaj, mandej për vit të ri, mandej për tjera. Domethënë do kthehen së shpejti, dhe këtu i kuptojnë që ju ik antarësia, ju ik struktura dhe nuk ka asgjë të re. Se i përket deputetëve, mendoj që loja nuk ka përfundu, loja ka fillu. Në mendu që me lëndën e zotit Taravari ka përfundu loja, atëherë do shohim domethënë në vijim se kjo lojë domethënë do vazhdon dhe do luhet në terrenin e Frontit Evropian. Kjo është mendoj ajo që mund ta them. Dërsa ne jemi të përkushtuar për ditë në realizimin e programit, premtimeve dhe afër qytetarit votuesit tonë. Një akuzë që zëvën drejtori i drejtorisë për rrugë thotë se brenda 4 viteve të dashme nuk do realizohet rruga të Toprit. Kush e bori? Edhe korridori Nazim. Nazim zëvën drejtori. Mirë është drejtori tregon njerë këto 9 muaj çka ka bëu për atë projekt. Çka kanë realizuar në qeveri, sa kanë luftuar për këto projekte dhe mandej të marrin drejtën e opozitës. Ajo që mund ta them domethënë edhe që e shohin qytetarët, nëse e marrim korridorin 8, se kisha akuzë edhe kështu më herët, e tham se është trefishu puna e realizimit të korridorit 8, është trefishu ekspropriimi i tokës, domethënë në korridorin 8, është dyfishu apo trefishu intensiteti i punës në rrugën Kërçov-Strug, ku brenda qeverisë së BDI-s ka pas dikun 14 viktima, e ma tepër, domethënë për shkak se janë tallë me atë rrugë, dhe këto ditë hapet edhe tenderimi për rrugën Shkup-Blac për ta përfunduar një herë për gjithmonë, sepse derisa ato ishin në qeverisje, ju e dini se sa promovime kanë pas, sa herë kanë hap kështu projektime, sa herë kanë kërkuar votën për atë rrugë dhe mund të shkojmë bashkarisht ta shohim që nuk janë realizuar 2 kilometra rrugë. Pra, mendoj që nuk kanë drejt morale ato të flasin për realizim projektesh, për realizim rrugësh, ndërsa më vjen keq to që nuk e patën domethënë prioritet janë të se vetë gojen plot pra në rrugën Arben Xhaferit dhe përfunduan pra në rrugën Jam. Pra i qoftë për hajër ajo, ne vazhdojmë pra si i fuqishëm si vlen të përkushtuar në realizimin e projekteve dhe vetë puna pra do flet për dëllimin dhe ndryshimet neve dhe atyre. Zyrme gjithi, para një muaj paralajmëruat të pastrohet deponia në një kushtat në Likov. Ende nuk është çfarë është puna. Punojmë domethënë jo vetëm me deponinë në Kushtak, punojmë nëpërmjet Bankës Evropiane për Zhvillim 50 milion euro me përkushtim të plot për domethënë për ta zgjidhur problemin e deponive regionale në nivel republikan, siç po punojmë edhe tek deponia Rusi në këto ditë do dalim me projekte konkrete, me investime konkrete. Mendoj që nuk mundemi brenda muaj të zgjidhim diçka që nuk është zgjidhur 20 vite 30. Faleminderit. Përfundoj.
Të shkafat atë realizuesi i punimeve, sigurisht që në bazë të kontratës është edhe tabela këtu në bazë të ligjit, po nuk e kam informatën deri në parafatit. Jam dhënë. Para zgjedhjeve premtu të rjetë të ri të sjellësit edhe të kanalizimeve për gjithë qytetin. Po, unë përmenda pra me ardhjen time në kryet komunës Tetovës është bërë hapi i parë dhe i domosdoshëm që s'ka qenë ndër vite, ajo ka qenë një studim i përpiluar nga Fakulteti i Maqinerisë në Shkup, Fakulteti Ndërtimtarisë në fakt, ku kanë dalë të gjitha nevojat e përmirësimit të furnizimit me ujë në qytet, që nënkupton nga ndrimi i gypit të furnizimit me ujë të pijshëm deri në përmirësimin e rjetit, që nënkupton përmirësimin e disa rjetit, disa pjesëve të rjetit, por edhe instalime të reja padër të realizimit të këtij projekti apo të gjëqeve që kanë dalë nga ky studim. Ndërmarrja komunale në përditshmëri po punon për riparimin e mjetit ekzistues, por edhe me mjetet e veta po investon në instalime të rjeteve të reja. Për më shumë detaje është edhe drejtori këtu, mund të paralel me këtë projekt që realizohet me finansim të qeverisë, ne kemi projekte tjera të cilat janë në realizime sipër, të cilat i realizon pra ndërmarrja. Bëhet fjalë për momentin për do kisha thonë një rjet dikund mund shkoj deri 10% i riparuar dhe instalime të reja me çka ndjeshëm është përmirësuar furnizimi me ujë të pijshëm në Tetov. Nuk është një punë as brenda një viti, as brenda 4 viteve, një punë që nuk është bërë brenda 40 viteve. Pra, ne po punojmë dhe për momentin Tetova shumë më mirë furnizohet me ujë se sa që ka qenë për shkak të intervenimeve që bën të përditshme. Kur flasim tek vjeti, domethënë aty ku hapet është hapet rriti që ndodhet edhe majo ngel grop, qoftë rrugë e re apo e vjetër. Pse ndodhet? A nuk e kanë obligim ligjor për ta mbyllur të njëjtën? Sigurisht që kanë obligim ligjor, nëse ka kështu situata duhet denoncon edhe inspektorati duhet të veprojë. Të shkëm të vjegjët politike. Da, si, să mă dane o trebuie. Tak, to politykę. За koji del? Ova, proszę tu. Znači, со моето доаѓање во општина Тетово, првата работа што беше направена во делот на снабдување со вода беше да се нарача студија за од каде, значи, од професионален аспект ќе се дојде до решение. Студијата е направена од Градежниот факултет во Скопје, каде се произведени сите активности кои треба да се реализираат за Тетово да има неспречено снабдување со вода. Во моментот сме во фаза на реализација на делот на одјањата кои се во таа студија. Значи таму е предвидено да се инвестира во делот на снабдување со вода, во делот на инвестирање во нова мрежа за дистрибутивна мрежа, до инсталирање на водомери и репарирање на постојната мрежа. Значи, во моментот, паралелно со реализација на овој проект со поддршка. Me kënaqësi sot jam këtu bashkë me kryetarin e komunës së Tetovës, ku kemi thonë që do jetë një revolucion i investimeve kapitale. Çdo ditë pra dikun do veprojnë bagerat edhe aty ku s'kan vepruar të kaluarën asnjëherë, siç është kjo lagje që s'ka pas një investim pra institucional. Do shkojmë cep në cep, domethënë çdo vendbanim, çdo komunë tonën, për zgjidh fatkeqësisht pra në këtë shekull pra probleme jetike të qytetarëve, siç është pra ujësjellsi, sepse ato që kanë gojën plot me marrëveshjen e Ohrit, harrojnë që decentralizimi është një ndër këshillat kryesore të marrëveshjes së Ohrit, dhe po ta kishim pas mendjen të marrëveshja e Ohrit të realizimi, do kishmi komuna të fuqishme, me buxhete të fuqishme, dhe sot nuk do flisnim për ujësjellsa dhe kanalizime, po do flisnim domethënë për çështje më të avancuara për qytetarët, për parqe, për investime domethënë më sofistikume. Sido që tjetë, ne jemi të përkushtuar dhe për ditë pra do na shihni në vetbanim tonin, komunë tonën, në zgjidhje probleme të konkrete të qytetarëve tonë, me investime kapitale, investime që lehtësojnë jetën e qytetarëve tonë. Prej Likovës deri në Struk,
varësisht se komunat ku kanë aplikuar, për çfarë projekte kanë aplikuar. Pra sot jemi për sjelljen, ditëve të tjera domethënë do na shihni për projekte tjera. Ka ndonjë afasi ku do të përfundoj? Tu ka zajedno se Të nderuar përfaqësues të medjave, të dashur qytetar, sot kam kënaqësinë që në prezencë të Ministrit të Ambientit Jetësor, të gjithë përfaqësuesve të lagjes dhe institucioneve lokale, të promovojmë nisjen e punimeve të rrjetit të shpërndarjes së ujësjellësit për lagjen që e njohim ne si Jashtë Vardarit. Kjo ka qenë një ndër nevojat më imediate të qytetit tonë, të një lagje që është zhvilluar në periudhën e fundit, por e cila nuk ka pasur asnjë investim në infrastrukturë nga ana e institucioneve. Për herë të parë, në një bashkëpunim të afërt mes pushtetit lokal dhe pushtetit qendror, bëhet një investim i rëndësishëm për furnizim me ujë të pijshëm për këtë pjesë të qytetit tonë. Është një investim dikund 15 milion denar, që është nga transha e parë e mjeteve të siguruara nga Qeveria e Maqedonisë së Veriut për vitin 2024. Po ashtu, në kuadër të këtij promovimi është edhe promovimi i gypit kryesor të furnizimit me ujë të pijshëm të qytetit tonë, po ashtu segmenti i parë i aty gypi nga filter stacioni në Lises deri tek bazendi në hyrje të qytetit. Me këtë edhe një herë ne falenderojmë Qeverinë e Maqedonisë së Veriut, por edhe Ministrinë e Ambientit Jetësor për përkrahjet e komunave, me çka ne përfundimisht po zgjidhim problemet e qytetarëve për ujë të pijshëm 24 orë që ka qenë mungesë në momente të caktuara për këtë lagje. Po ashtu dua të potencoj që këto investime në rrjetin e furnizimit me ujë të pijshëm bëhen në kuadër të një studimi që e ka bërë Komuna e Tetovës për të përmirësuar furnizimin me ujë të pijshëm, që nuk kupton instalime të furnizimit me ujë të pijshëm, por edhe instalime në rrjetin e shpërndarjes së ujësjellësit. Edhe një herë faleminderit edhe Ministrisë edhe Qeverisë për këtë përkrahje shumë të rëndësishme për realizim të projekteve infrastrukturore të komunës. Po shtuani predstavnici na mediumit, dragi